Ditën e premte, rrethymi vijoi të ngrinë ende në ajër nga rrënojet e asaj që dikur ishte magazin fishek zjarresh. Siç duket edhe në pamjet filmike, gjithçka është shkërmuar, ndërsa në vengjarje ndodhen ende ekipe të zjarrfiksëve, të cilët për shumë orë me radhë luftuan me flakët. Gjatë operacionit, 5 efektivë të shërbimit zjarrfikës u transportuan në spitalin rajonal të Durrësit për shkak të asifiksimit që patën si pasojë të tymërave dhe zjarrit. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, 4 prej tyre lanë spitalin, ndërsa të një efektiv ndodhet ende në spital. Ndërkohë policia ka bërë me dije se është arrestuar autori dyshuar i zjarrvënies. Nga hetimet ka rezultuar se Ana, 38 vjeç, banues në Durrës, ndezi zjarr për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin magazinën e fishek zjarri në Shkozet. Nga veprimet hetimore, thekson policia, ka rezultuar se ky shtetës, në lagjen numër 14 Durrës, ka ndezur zjarr për djegjen e disa barishteve pranë magazinës së një subjekti privat. Si pasojë e daljes së flakëve jashtë kontrollit, zjarri ka përfshirë magazinën, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.